është një fëmijë i cili u rrit në pavionin tonë, ai kishte një sëmundje të lindur me defekt të rënd të imunitetit. U zbulua në moshën 3-4 vjeç dhe vinte çdo muaj që merrte terapi zëvendësuese me imunoglobulina. Dhe në një moment ai u bë si familje, se ne njihnin të gjithë, dinim ditën kur do vinte që të bënte terapinë e radhës me shumë përpjekje, sepse është një terapi që nuk është edhe e lehtë, por fatmirësisht kemi arritur t'ja sigurojmë gjithkohës. Dhe në moshën 15 vjeç ai bëri, domethënë që 3 vjeç mendoni ta shikoni çdo muaj, dhe në moshën 15 vjeç ai bëri një komplikacion të rëndë të kësaj patologjie, që ishte një sëmundje inflamatore e zorëve. Në këtë kuadër bëri një përfshirje multiorganore dhe ne e humbëm. Dhe unë edhe tani kur e kujtoj më mbushen syt me lot, sepse ishte njësoj si kur ta kisha arritur unë dhe të humbja një pjesëtar të familjes. Dhe mbaj mend edhe momentet e fundit kur ishte në reanimacion, se si u përpoqe me të gjitha mënyrat. Fatkeqësisht ka sëmundje të cilat janë të papajtueshme me jetën pavarësisht përpjekjeve.